Dje në ora 14:05 në fshatin Kamjan, zyrtar policor nga stacioni policor i Kamjanit kanë privuar nga liria një 44 vjeçar nga po i njëjti fshat për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale. Raportim i remi veprës penale. Ai është ndaluar në stacionin policor në Tetov për procedurë të mëtejshme dhe ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 17 në rrugën 18 nëntori në Gostivar, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 51 vjeçar nga fshati Dobërdol, sepse ka drejtuar kërcënime ndaj një zyrtari policor. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në ora 20 në lagjen Drenovec Poroj, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov ka ndaluar një automjet udhëtarësh Volkswagen Golf me targa të Tetovës i drejtuar nga një 25 vjeçar nga Poroji. Gjatë kontrollit është konstatuar se personi e drejtonte automjetin pa pasur patent shoferi. Shoferi është privuar nga liria për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale, sipas nenit 297 A të kodit penal, ndërsa automjeti është sekuestruar. Dje në ora 20:30 në bulevardin Iliria në Tetov, zyrtar policor kanë privuar nga liria një të mitur 16 vjeçar nga fshati Lërs, i cili është kapur duke drejtuar një moped Tianing me targa të Tetovës pa dhënë provimin për patent shoferi, me çka ka kryer vepër penale sipas nenit 297 A të kodit penal. I mituri në prani të prindit është shoqëruar në stacionin policor. Mopedi është sekuestruar dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse.